Sindikata e Kulturës konfirmoi se ka filluar pagesa e pagave, mirë po nuk është në përputhje me marrëveshjet kolektive, por siç thotë në udhëzimet e Ministrisë së Kulturës, ndërsa me rekomandim të Ministrisë së Financave me një formulë të re jo ligjore. Theksojnë se paga e tillë e marrë me interpretim të marrëveshjes kolektive sipas dëshirës është me gabime. Përpunimi i zgjidhjeve për pagë dhe vetlllogaritja është bërë nën presion, fillimisht ndaj drejtorëve e më pas edhe ndaj të punësuarve në institucionet që janë të angazhuara për përgatitjen e pagave. Ata nën presion të personave udhëheqës u detyruan të bëjnë diçka gjë për të cilën vlerësonin se nuk është sipas ligjit. Megjithatë, në institucionet kulturore që janë në nivel lokal ende nuk janë lëshuar pagat, posaçërisht në institucionet që janë nën qytetin e Shkupit. Дейностите от културата, односно установите се извинувам од културата кои што се под градот Скопје. Се уште немаат исплатена плата. И кога ќе ги земат? Се надевам до 1 мај ќе стасат. Ако не стасат? Ако не Бидејќи стасат. ете еден празник веќе скокна, останаа без плати. Ако не стасат, членството и нивното раководство ќе одлучи што понатака, што ќе правиме. Arsyeja për këtë është që një pjesë e drejtorëve nuk pranojnë që të përpilojnë zgjidhje të reja që bazohen në udhëzimet e paplota që janë dërguar nga Ministria e Kulturës. Problemi është interpretimi i ndryshëm i marrëveshjes së përgjithshme dhe kolektive, përkatësisht 10% rritje e pagës në nivel vjetor, që është dakorduar në vitin 2023. Дека некој ги крати тие 10%. Меѓутоа тие не се влезени во систем. Тоа значи дека тие 10% во 2023 година во 2024 година ги дадоа со зголемување на, минималната плата, што не е добро, не е во ред, затоа што сега испаѓа минималната плата поголема во дејност на култура од минималната плата на национално ниво, за 10%. Значи тоа е спротивно на закон за минимална плата. Për tejkalimin e problemit, jo vetëm tani, por edhe në të ardhmen, Nedelkov paralajmëroi grupe pune me ministrinë ku do të kërkohen zgjidhje.